në këtë botë kaq të ndëlidhur njëra me tjetrën, a thua është e mundshme që dikush me shpëtu pa u ndikuar nga jashtë? Se këto, se dia e mendojnë se ato në realitet e kanë ndryshuar këtë kulturën e tyre, në ndikimin nga jashtë, edhe fjalori i fëmijëve tonë, më nuk është ai fjalor i gjuhës shqipe. Dërsa neve na thënë ju jeni të ndikuar nga arabët, do një me sjell kulturën arabe, do një me sjell traditet arabe, ne jemi shqiptari, kemi zakonet tona, ose këto akuza që vazhdimisht nga islamofobët në Kosovë, se ne kinse i shërbejmë, muslimanët i shërbejnë agjendës së slavëve apo agjendës së serbëve në Kosovë dhe në vende tjera. Kjo akuzë, do me thonë, sidomos paraqitet në përgjithësi përmendet edhe vetë ju. Në Kosovë ka shumë debate rreth kësaj që muslimanët janë çojnë në vend këto agjendat jashtme. Megjithatë, historikisht është vërtetuar që ajo e cila ka mbrojt identitetin ton kombëtar kanë qenë këto traditat të cilat burojnë në fejen Allahu Xhella Xhelalu. Në çdo krizë identitare kombëtare, ajo e cila e ka nxjerr popullin ton salimen, të paprekur ose shumë pak të dëmtuar, kanë qenë traditat tona dhe parimet e dinit Allahu Xhella Xhelalu. Po ja që përsëritet e njëjta gjë. Ajo që ka ndodhur para 50, 150 viteve, përsëritet edhe sot, ti çon vend agjendat e arabëve. Ju jeni me turqët. Madje shko deri në atë ekstrem që ju jeni me serbët. E kështu që kjo është thënia atyre të cilët e kanë akuzuar pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam në kohën e tij. I kanë thonë që ai çon agjendat e popujve të jashtëm me qëllim të përçarjes dhe zhdukjes së traditave tona e ku ta diun. Dhe kjo është, si me thon ajo, anglisht i thonë strawman, kur njeriu s'ka ku me u kapet për atë kashtën. U kry puna, s'ka më argument tjetër. Ai që të fundos kapet edhe për kashtën. Kapët për kashte me shpresë që të shpëton megjithatë. Po akoma ka dikush që i dëgjon, që i përcjell, që i beson kësaj. Po. Problemi është, a është niveli i arsimimit tek ne, që unë mendoj që një prej problematikave dhe pse kaq shpejt përhapen do debate tek ne, është niveli i arsimimit. Se nëse do një popull ta çysh mbas, jepi një arsimim të sakatuar, edhe ndjenjën se është i arsimuar. Për shembull, ai është i sakatuar, po jepja edhe ndjenjën që ti je i arsimuar dhe intelektual. Ai është doktor, ai është docent, ai i duket vetja që është akademik dhe ka të arritura akademike, megjithatë realisht ai nuk bën pesë, nuk vlen, nuk ka peshë akademik. E kështu që ne merremi me këto debate ku ne akuzohemi që ne çojmë agjenturat, nuk themi se popujt nuk ndikohen nga njëri tjetri. Përkundrazi, çdo popull i vogël është i ndikuar prej dikujt. Po ja të shohim ne. A më shumë fetarët ju mbahen traditave të popullit, apo ata të cilët nuk janë aq fetar? Do ta shohim që ai që nuk është aq fetar, ka ndryshuar 90% në traditat e tija. Në gjithçka, në gjuhë, në festat e tija, mënyrën si mendon, për shkak se një prej çështjeve ku ne ndikohemi është mendësia jonë. Globalizimi ka ndikuar çdo gjë. Ne sot jemi të ndikuar mindsetin e ka ndryshuar komplet. Mindseti i njerëzit, normal se unë edhe ti do të ndikohemi prej rrethit. Kjo për shkak se jemi produkt, një lloj produkti i rrethit. Megjithatë, shiko tek fetarët, bënë një analizë. Kush janë më të ndikuar nga elementet jashtme? Fetarët apo jo fetarët? Do ta gjejmë që jo fetarët janë jo të ndikuar. Madje nëse e krahason ai veten e tij, sot dhe përpara 30 viteve do ta gjesh se ky njeri në mendsinë e tij, mënyrën se si duket, si paraqitet, si flet, si han, si pi, si feston, si jeton, si vdes, është krejt ndryshe nga ajo që ai vet ka qenë përpara 40 viteve. Tek fetar, jo se nuk shohim ndryshime. Normal që shohim ndryshime. Ne shohim ndryshime tek fetar të cilët do me thonë, në përditshmërinë e tyre, përdorin fjalë ose gjëra të cilat po, ndoshta kanë bazë arabe megjithatë sot dynjaja është bën një fshat ku secili ndikohet prej tjetrit. Ne shohim streamera, çka i thon streamera, prej influencerave në dynjë, ndikojnë tek streamerat në perëndim mënyrën se si flasin. Andaj fjala Habibi, cilën vetëm arabët e kanë ditë deri para 5 viteve, sot e dinë gjithë dynjaja. Kështu që kulturat ndikojnë prej njëra tjetrës. Po, dhe kjo nuk është diçka. Me akuzune një shtresë të madhe të popullit.
që ato zbatojnë agjenturat e shteteve të jashtme, kjo është një lloj si me thonë përhapjes së urrëties dhe përçarjes në popull, e cila mund të ketë pasoja të rënda. Shumë e rëndë. Ti je duke më akuzuar mua për tradhti. Është. Do me thonë thjesht, nuk je tu thonë që unë çoj agjenturat e dikujt, do me thonë unë jam argati i dikujt dhe hizmetçari i dikujt për interesat e tij, jo për interesat e mi. Edhe në mënyrë automatike ti je tu më shpall mua një lloj armiku i popullit dhe i traditave dhe i vendit, I cili meriton capital punishment. Po, capital punishment, normal, po. Para mendoj ti për me thonë për 70% popullit këta janë agjenturat e huaja i zbatojnë vend. Para duhet me qenë shumë të kujdesshëm mënyrën se si flasin për masën e gjatë njerëzve.